Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje me Parlamentin e Bashkimit Evropian për të lehtësuar rregullat e Bashkimit Evropian, që lidhen me mbushjen e rezervave të gazit. Ky vendim vjen pas shqetësimeve se rregullat e mëparshëm rrezikonin të rrisnin çmimet e energjisë. Rregullat e magazinimit të gazit të Bashkimit Evropian u prezantuan në vitin 2022 për të siguruar që vendet e BE-s kishin një rezervë karburanti të ruajtur gjatë dimrit, pasi Rusia uli furnizimet me gaz gjatë luftës në Ukrainë, duke i rritur çmimet e gazit në Evropë, por qeveritë mbështetën planet në prill për të zbutur rregullat para dimrit, pasi kërkesa për të mbushur magazinimin në 90% kapacitet deri më 1 nëntor rrezikon rritjen e çmimeve. Marrëveshja u lejon shteteve anëtare të Bashkimit Evropian të përmbushin objektivin për 90% në çdo moment midis 1 tetorit dhe 1 dhjetorit. Pasi të arrihet niveli 90%, nuk do të jetë nevojshme të mbahet në të njëjtat shifra deri më 1 dhjetor. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të kenë gjithashtu mundësinë të devijojnë deri në 10 pikë përqindjeje nga objektivi i mbushjes në rast të kushteve të vështira të tregut. Bashkimi Evropian ka nevojë për furnizime të qëndrueshme me energji dhe çmime të përballueshme për të ecur përpara. Magazinimi i gazit është një kontribues kyç në sigurinë tonë të furnizimit dhe stabilitetit të tregut. Ai gjithashtu na mbron nga Rusia, që e përdor energjinë si armë dhe manipulon tregun, tha komisioneri i energjisë së Bashkimit Evropian Jørgensen. Në kontekstin aktual gjeopolitik, kjo marrëveshje tregon se Bashkimi Evropian mbetet i vendosur të mbrojë qytetarët dhe bizneset nga çdo rrezik i ndërprerjes së furnizimit dhe rritjes së çmimeve, shtoi ai.